I cili tash e disa vitës bashku me ish krerët të tjerë të UÇK-s po vazhdojnë të gjykohen në Hagë për një proces gjyqësor që është përcjell me dilema të shumta dhe me dinamika të shumta. Dhe do të flasim me Arton Hodhin, i cili është invalid i luftës në studio, dhe me Hasan Zenelin, i cili është veteran i UÇK-s dhe bashkëftar i këtyre që i përmendëm. Por para se të kalojmë tek Iderisa në studio, do të flasim me Arber Jasharin, një avokat, i cili tashmë është në lidhje direkte me neve. Arber, mirëmëngjesi, faleminderit shumë që jemi ne. Mirëmëngjesi. Faleminderit për mundësinë. Po e nisim pra me këto, fillimisht para vizitës së Thaçit këtu në Kosovë, kemi parë që vazhdimisht është refuzuar një kërkesë e tillë dhe ka pasur probleme pastaj derisa të vi tek konfirmimi i vizitës. Por pse ndodh një gjë e tillë, nëse është refuzuar disa herë, sipas jush çka mund të ketë ndodhur tash që ka sjell deri tek kjo? Po, para se të realizoj vizita e djeshme, ka ndodhur disa refuzime të vizitave, kryesisht me arsyeën se nuk ka ofruar arsye bindëse për shëndetin e babait e tij. Pra, është fjala që ish komandanti i UÇK-s, ish presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi, sipas gjykatës speciale nuk kishte sjell prova bindëse ose arsye të mjaftueshme për të vërtetuar që babai i tij është i sëmur dhe për arsye tjera kryesisht të karakterit procedural dhe protokolar. Dje e pam që më në fund të realizua ajo vizitë, është shumë mirë që u realizu, ajo që bie në sy ishte një solidarizim jashtëzakonisht i madh i njerëzve me ish presidentin Hashim Thaçi, të cilët i ofruan një mbështetje të hapur, por jo vetëm njerëzve të cilët u mbledhën spontanisht, por edhe të mjekëve dhe gjithë atyre që ishin ose që patën mundësi të takohen me ta, po dhe njerëzve tjerë jashtë klinikës si në rrjetet sociale, që ka kallëzën që populli i Kosovës ka besim të palëkundur në luftën e drejtë të ushtrisë kombëtare të Kosovës, ka besim të palëkundur në pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-s, dhe ajo që pret ky popull është thjesht drejtësia dhe lirimi i këtyre njerëzve. Ashtu siç ka besim në luftën e drejtë dhe përfaqësinë e ish-ushtarëve të UÇK-s, populli i Kosovës gjithashtu e ka një farë hezitimi dhe e din që këta njerëz atje janë duke u mbajtur pa të drejtë, prandaj e pam siç e pam një solidarizim jashtëzakonisht të madh. Dhe tjetra gjë që më ra në sy ishte që përkundër që ish presidenti Thaçi natyrisht që mund të ketë pasoja për shkak të sjelljes së tij, kryesisht komunikimit me njerëz, qoftë komunikimit distancë apo komunikimit me stafin mjekësor, personelin, njerëz të pa autorizuar, sepse vendimet e tilla të cilat ja lejojnë atij ardhen këto janë shumë strikte dhe kanë rregulla strikte të cilat duhet i përmbahen. Ai prapë se prapë e bëri të vetën, thjesht nuk doli, as nuk hyni pa i përshëndetur njerëz dhe pa me manifestu një sjellje njerëzore prej liderit. Po, Arber, pikërisht këtu deshta të ndalem, pra e pam një përshëndetje, po i referuam ashtu përshëndetje që pati me njërin nga pjesëtarët e stafit mjekësor të ÇKUK-s atje, dhe pastaj pati një reagim, një ndërhyrje ashtu po i referuam të një pjesëtarit të ULEX-it që ishte vetë duke qëndruar në mbrojtje të Thaçit derisa e shoqëronin në vetur. A mund të ketë ndoshta kjo përmendje që mund të ketë pasoja, por ndoshta kjo komunikimi, sepse aty pam një ndërhyrje realisht? Po, në fakt, thash këto vendimet ose urdhrat me anë të cilave atij lejohet përkohësisht dalja dhe ardhen në Kosovë për arsye, siç kanë thënë ata, të forta humanitare dhe të shoqëruar nga stafi i dhomave të specializuara, janë vendime shumë strikte, të cilat kanë nimëri ndalesash dhe ndonë se nuk është bërë publik vendimi, është e lexueshme lehtë që ndalojnë komunikimin me njerëz të pa autorizuar. Thjesht dhe kjo mund të ketë qenë një prej atyre ndalesave të cilët ata njerëz të cilët e kanë shoqëruar zotin Thaçi kanë qenë dieni dhe prandaj edhe e pam siç e pam atë farë skene e cila në farë forme nuk ishte një skenë shëmtuar duke ja tërheq vërejtjen doktorit të ÇKUK-s. Gjithsesi unë besoj që zoti Thaçi ishte ndjeni për gjitha këto, ai është ndjeni edhe për restriksionet, kryesisht sanksionet të cilat mund të manifestohen me moslejim
ose paksim të vizitave, ose edhe mund të përdoren si kontraargument sa herë që krerët e UÇK-s konkretisht zoti tha që të kërkoj lirim ka paraburgimi siç bën zakonisht çdo 2 muaj, duke ia përmendur edhe këtë vizitë edhe faktin që ai ka komunikuar me masën dhe është mundu ose ka jep në një farë formë një mesazh që ka përshkruar te masa e mbledhur dhe të njerëz të tjerë cilët ishin aty. Po për sa i përket gjithë këtij procesi, se ke pa arbër deri tash, janë edhe pjesëtarë të tjerë që po gjykohen vetë në Hag dhe këto rregulla po vazhdojnë të qëndrojnë njësoj. Pra, mund të ketë aludime të shumë, po ka realisht aludime të shumta se si po trajtohen atje dhe si e ke pa ti si një avokat deri tash këtë gjykim? Është që procesin përgjithësi nuk ka qenë edhe shumë transparent, sepse shumica e seancave kanë qenë të mbyllura dhe ne është vështirë, ne mund të kemi një opinion, një gjykim për këtë që është thonë nga dëshmitarët që është në seancat e hapura, për ato që ka ndodhur me dyert mbyllura ne nuk e dim, sepse shumica e seancave janë marrë në sesion privat, thjesht kanë qenë të mbyllura për publikun dhe nuk e dim. Por nga ajo që është parë, është vështirë që prokuroria ta vërtetoj këtë akt akuzë, thjesht kjo akt akuzë e prokurorisë bazë bindjes time të lirë nuk ishte dashur me kalu, duke qenë se nuk me ata që kam dëgjuar deri më tani asnjë dëshmitar nuk ka potencuar ose nuk ka deklaruar në favor të atyre çështjeve që i mbështesin faktet kyçe të prokurorit. Thjesht e gjithë dëshmitë kanë qenë, mendoj që kanë qenë në favor të ish-ushtarëve të UÇK-s dhe ajo që ne presim është një përfundim me një gjykim lirues në këtë rast, që do të ishte ndoshta gjëja më e mirë që do të jep të fund një padrejtësie 5 vjeçare. Do të theksuar se tash pothuajse jemi në fund të procesit, edhe pak muaj ndoshta përfundojnë dëshmitarët e prokurorisë, pastaj radhën e kanë dëshmitarët e mbrojtësit viktimave, pastaj edhe ka edhe radhën mbrojtja e të akuzuarve që të propozojë dëshmitar dhe të thrasë. Dhe është mirë që procesi po shkon drejt fundit, një fund siç e thash më lart, cilin ne do të dëshironim të ishte në favor të luftës së drejtë ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në favor të ish-ushtarëve të UÇK-s, ish-komandantëve të saj atje, qësësi ka akoma edhe disa muaj deri në përfundim të tij. E mira është që i pishihet tashmë fundi, sepse ka qenë një proces tepër i gjatë dhe jashtë çdo logjike juridike. Vetë fakti që këta janë në paraburgim që 5 vite nënkupton që të drejtat e tyre janë shkelur. Thjesht fakti, mënyra që është administruar ky proces gjyqësor ka shkuar në dëm të drejtave të akuzuarve, duke qenë se kemi pasur një proces vërtet të stërgjatur. Po, edhe për fund Arbër, para se me tiru, e di që kemi diskutuar këtë edhe disa herë, por a beson që realisht po bëjmë ne përgjithsisht si shtet aq sa duhemi lidhur me gjendjen të cilën ose me procesin gjyqësor që po ndodh në Hag? Ndëgjoj këto, e di që ka shumë opinione që thonë që shteti i Kosovës nuk po bën mjaftueshëm, po edhe situata është pak e komplikuar. Është situatë delikate. A din pse? Sepse çdo veprim që po ndërmirret ose që tenton të ndërmirret shpesh interpretohet në dëm të atyre njerëzve atje. Shteti i Kosovës natyrisht që do të bëjë aq sa është e mundur, por gjithmonë duke mundu që të mos ju sjell dëm aty në njerëzve atje, sepse pastaj gjykata dhomat e specializuara apo përdorin si argument për t'ju kufizuar drejtat e tyre, qoftë për të mos i liru për ta ndjek gjykimin në liri, siç kishte mundur të ndodhë, qoftë për t'ja kufizuar ndonjë të drejtë. Thjesht është mirë që çdo punë që të bëhet me mjeshtri dhe diplomaci, në mënyrë që kjo pastaj në mos interpretohet në dëm të shkeljes të metutjeshme të drejta të atyre njerëzve. Po. Arbër, faleminderit shumë që ishe me ne dhe që ndave këtë kohë për diskutuar për këtë çështje.
Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju dëshiroj një ditë e mbarë. Faleminderit shumë, gjithashtu. Po nisim atëherë me juve, Arton, si e ke po ti pra konkretisht vizitën e djeshme të Thaqit në Kosovë, po, pra si e pe? Po, për këtë gjykata është shumë e tërshme që e kanë ditë që më shumë se 3 muaj që baba i presidentit Hashim Thaçi është në spital, është në gjendje të keqe. Ja kanë refuzu, me sa e di unë, 3 kërkesa për lirimin e tij, për ta vizituar babën e tij. Herën e 4 e prunën ishte një emocion për gjithë qytetarët e Kosovës dhe për mjekët që ishin prezent atu, sepse të gjithë ne dim që presidenti Thaçi ishte promotor i lirisë të Kosovës, promotor i çdo lloj procesi që ishte i rëndësishëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Është shumë e rëndë tashesh me disa gjipa të blinduar nga këta krymba që këshyrin me poshtru presidentin ton, por ky ishte i forë në luftë, ishte themelusi ushtrisë shëndetare të Kosovës. Unë jam edhe bashkëtarë Hashim Thaçit, e di që nga fillimi, që nga fëmijëria e tij, e di historinë e tij personalisht. Në moshën fare të re ishte pres i studentëve, Unioni të pavarur studentëve, ku bëri shumë protesta dhe mbajti fjalime për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pas studimeve ishte themelusi ushtrisë shëndetare të Kosovës, së bashku me Adem Jasharin, Zahir Pajazitin, Luan Haradinaj, Femi Ladrosi, Abedin Rexha, Ilyas Godra, e shumë Salit Qeku, Agim Ramadani dhe shumë luftetarë që tani ma janë kthyer në brënds dhe janë vrarë për lirinë e Kosovës. Pas themelimit të ushtrisë shëndetare të Kosovës, zotni Hashim Thaçi i priv grupi të Rambujes, i cili e nali gjakderdhin në Kosovë, dhe pasi që u ndal lufta në Kosovë, Hashim Thaçi me një zgjuarësi të jashtëzakonshme e ktheu ushtrisë shëndetare të Kosovës, e transferoi në trupat të mbrojtjes të Kosovës, ku pak më vonë, trupat e mbrojtjes të Kosovës i transformu në forcën e sigurisë të Kosovës, e cila tash bart petkun e ushtrisë së Kosovës. Pas përfundimit këtij procesi, Hashim Thaçi me zgjuarësitë e tij i bëri gjithë botën pro Kosovës dhe me 17 shkurt 2008 shpalli pavarësinë e Kosovës në parlamentin e Kosovës. Pasi që e shpalli pavarësinë e Kosovës, me zgjuarësitë e tij i bëri që ta njohin shtetë Kosovën për pak ditë me shumë se 116 shtete. Kështu që janë shumë e tërshme që sot 27 vite pas përfundimit luftës, na kemi menduar që është gjykatë e drejtë, por në fillim të kësaj gjykate, akta akuza është ngrit nga një prokuror i quajtur Dik Mart, i cili me akta akuza të Serbisë i kanë ngrit akta akuza ushtrisë shëndetare të Kosovës, duke pretenduar që ushtarët e ushtrisë shëndetare të Kosovës kanë bërë transplante të organeve në diku në Shtëpinë e Verë në Shqipëri. Pasi që Hashim Thaçi ishte president dhe e dinte shumë sigurt që ushtria shëndetare e Kosovës ishte e kthjellë si loti, e tradhtuan, e shtinin me votun parlamentin e Kosovës gjykatën speciale, dhe kur shkoj atje, ra poshtë akta akuzë komplet, nuk flitet më absolut për gjykatën për transplante ose akta akuza që këta gënjeshin. Vlen për të zekur këtu, nuk është të gjyku Hashim Thaçi si president, por është të gjyku ushtria shëndetare e Kosovës, sepse gjithë krerët të ushtrisë shëndetare të Kosovës janë duke u gjyku atje. Nuk ka zonë e Kosovës, që nuk kanë arrestu dhe akuzu për krime lufte krerët e UÇK-s. Siç janë Hashim Thaçi, president, Kadri Veseli, kryeparlamentar, Jakub Krasniqi, gjithashtu kryeparlamentar, Recep Selimi, generali i ushtrisë shëndetare të Kosovës, komandant Cali nga ana e Llapit, Mark Shala,
po ashtu e prori UÇK-s, e shumë bashkëluftëtarë tonë që po akuzohen pa drejtësisht në gjykatën e Hagës. Tashme veç e din e gjithë bota që ata djemt po mohen atje pa drejtësisht me akt akuza, shpifra dhe me disa shpion që paguhen nga Serbia për shku me akuzu atje. Ka shumë raste që i kanë shku, kanë dëshmu rrajshëm atje, sepse ju kanë ofru paret majmim nga Serbia, ju kanë ofru vende në përvende të Evropës, sepse kanë thonë vetëm ana në shtetësin në shtetet ndryshme, për të shpifur kundër ushtrisë shtimtare të Kosovës. Po. Ndërka që për juve, Zotri Zaneli, si e pat realisht ardhjen e Hashim Thaqit, njëri nga ish-krerët e UÇK-s që po gjykohet në Hagë atje, si e pat këtë vizitë ti? Thënë të drejtën, e kam ditur se do të vjen për vizitë dhe kam dashur që t'jem atje te spitali, por e kam ditur atë se do t'jetë e pamundur që edhe të kontaktoj me te, apo ta përshëndes, apo t'i uroj mirëseardhje, apo ta ngushëlloj për babajin që ka në spital. Por masat e rrepta që i ka marrë kjo gjykatë flasë në emër të organizatës për mbrojtjen e vlerave të luftës gorile, që aktualisht edhe jam kryetari i kësaj organizate. Megjithëse edhe më herët jemi prononcuar për padrejtësitë që po bëhen atje, por dje e shoh si diçka rastit i pa precedent, me gjithë rregullat që ajo gjykati përfill e ka edhe ligjat ja ndalon komunikimin me qytetarët, sepse mos të shohim na shumë edhe tragjike këto, sepse e kanë atë ligje kanë. Mirë, po në këtë vizitë të prindi, kur është në pyetje prindi, kur është në pyetje mjeku, që janë ndaluar mjekut atë komunikime të tjerëve atë, kjo është për muqmen, nuk është në rregull. Nuk është në rregull, pra kur ai ka bënë kërkesë, kur Kosova ka bë kërkesë për me ja bë të mundshme, me ja bë babët vetë këtë vizitë këtu, domethënë 2-3 herë ju ka kthye që nuk mundet. Pse nuk mundet? Kjo është bërë krejt padrejtësisht, sepse thjesht për inati është bërë, sepse nuk kanë pas ligj me bërë këto, nuk e thot ligji, po flasë se vetë kam qenë në për ato gjykata, në për ato burgje, në për ato deri vitin 2002, që nga vitin 97, dhe i di ato rregulla, dhe të të njëjtë ato rregulla të burgje, që kanë zbatu, domethënë, gjykatësit e Serbisë janë duke i zbatu edhe gjykatësit në gjykatën aktuale të Hagës, atje dhomat e specializuara. Unë mendoj se edhe shteti jonë si shtet është në përkëmbë, është në nënçmu në këtë rast. Po flasë kur që ka pas nevoj gjykatë dhomave specializuara atje me ja bë 3 herë një kërkesë për një vizitë një orëshe të prindi i tij. Dhe më thonë, na kanë qitë si shtet na kanë qitë në pabesi, na kanë qitë, s'na kanë besu, dhe më thonë, kjo është diçka shumë e keqe, është shumë për mua është shumë e rëndë. Unë thjesht po them dorë Zoti ata djem ta kenë shëndetin në radhë të parë. Uroj që prindi i shokut të Hashim Thaqit të bën më mirë, të kthehet në familje. Edhe mendoj se këto padrejtësi që po ndodhin atje do të riparohen tani e tutje,
A beson, zotri Zeneli, që jemi duke bërë mjaftueshëm se pyeta dhe Arbrin, realisht apo bëjmë mjaftueshëm apo kërkojmë, se ne e dimë që Kosova realisht e ka në dorë të kërkoj shpjegime lidhur me gjendjen e tyre atje dhe procesi si po shkon. Apo i bëjmë këto aq sa mundemi? Po deri tash kemi bë. Kemi bë. Ja u kemi mundsu vizitat, ja u kemi kemi bë. Shteti i Kosovës ka bë. Mendoj se edhe në të ardhmen duhet me bë, duhet me ngohë për ata djemë, duhet me mu kujdes, duhet me pas qasje intenzive atje, çka po ndodh atje brenda për brenda, po maltretohen, apo keq trajtohen. Megjithëse kemi njohuri, kemi telefonata edhe mendoj se e ardhmja e tyne përfundon me lirimin e tyne dhe nuk kam çka shtoj tjetër këtu më shumë se ky shoku jonë që... Po, zotë jote. Mendoj që në Kosovë këtu prej pas lutës së deri me tash, Kosova ka hes një proces të padrejtësisë nga gjykatat e Evropës prej fillimi. Duke përfshirë gjykatën e UNMIK-ët, gjykatën e Eurleksit, ne e dim që gjithë grupe i kanë arrestu, i kanë gjyku padrejtësisht dhe i kanë denu padrejtësisht nga një prokuror në Kosovë e kanë denu grupin e Llapit, 2 grupe Drenicës, grupin e Prizrenit, grupin e Suarekës, gjitha grupet që kanë qenë krerë të ushtrisë shtimtare të Kosovës i kanë akuzu dhe i kanë denu padrejtësisht një gjykatës i cili u quajt Salustro dhe tash ai zotri Salustro është i punësuar në një institucion të Serbisë në një pozitë shumë të lartë. Shteti ju nuk e ka marrë asnjë goditje me kërku llogari për një padrejtësi që u ka bërë krerëve të UÇK-s dhe me kërku llogari pse tash çaj prokuror ku e gjet ai prej këtuit me shku drejt për drejt me punu në Serbi, sepse Serbia e ka angazhuar ato për të ndeshkuar dhe për të goditur ushtrisë shtimtare të Kosovës. Ne nuk po thojmë që qeveria e Kosovës ose politikajt tunë ndërhyjnë drejtësi, por të kërkojnë drejtësi. Ju mendoni se duhet ende... Po patjetër, ç'është duhet? Këtyne në Hag atje janë ty mohu drejtat njerëzore. Janë ty mohu, hajde s'ka drejt me shku me fol me njerëz rrugës e gjona, qysh kanë drejt me anol vizitat burë, qysh kanë drejt me anol telefonatat. Telefonatat si kanë lënë me fol disa muj me familjarët vetë. Këto janë gjona të padë, na kena menu që këta janë gjykat evropiane, janë gjykat e drejt, këta na kanë dalë hiç ma pak se sa gjykata e Serbisë. Sepse edhe po shihet me gjitha këta akuzat që janë ngrit kundër krerëve tonë, janë këta akuza të përgatitura nga Serbia, nga prokurorët serb. Po. Kaq? Po. Zoti Zeneli, a mendoni pra që ndoshta sa i përket këtyre zhvillimeve, pra përmendet edhe zotri Olli, ndoshta duhet kërkohet edhe më shumë nga çdo përmendet që kemi bërë mjaftueshëm, po a ka hapësirë ndoshta edhe për të kërkuar edhe shpjegime të tjera lidhur me gjendjen atje? Nëse përmendet që vetë janë mohu të drejtat e njerëzit. Po shumë mirë na tregoi edhe paraprakisht avokati i nderumi. Hapësirë ka gjithë, por jetojmë aktualisht në një krizë politike në Kosovë, që ndikon sadopak në këtë çka jemi duke bisedu. Janë bërë shumë efa edhe shumë qefa këto. Njoni i të thumit tjetëri patkonit apo den, edhe këto sigurisht se ndikojnë edhe atje. Do më thonë e neglizhohen për një fjalë timën që unë e përkrahi ose ashe më thaqin, a i tjetëri qohet atje e shtëpan punën. Do më thonë nuk bëhet ashtë sa duhet,
megjithëse deri tash është bo, dhe besoj se kanë me ndryshu gjërat, unë shumë besoj që ata djemë shpejt kanë me orë në mesin tonë, edhe gjithë shka ka me dalë në një realitet që populli i Kosovës e sheh ndryshe, kurse realiteti ka me qenë krejt ndryshe. Ata djemë, si që përmendi edhe kë djali ma herët, kanë bërë shumë për këtë vend. Ata djemë janë diamanti i këtij vendi. Ata djemë meritojnë shumë respekt edhe thonë të drejten, neve nuk jemi të një mirë prej që janë atje. Krejt Kosova nuk është të një mirë. Po çka t'i bojmë tash? Ju e dini si gazetar që Serbia për të shpifur dhe për të kamuflu gënjeshta kundër ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka pagu mira euro ka bo dokumentar, film dokumentar në luftën e Kosovës. Ndërsa qeveritarët tonë, pa desh me fy kërkan, sepse jam qytetar, jam invalid i luftës dhe i përkas qiti veni. Qeveritarët tonë i kanë cëngu edhe fundet për avokat të krerëve të UÇK-s në Hagë. I kanë reduktu avokat duke thonë që Kosova nuk ka buxhet të financoj avokat për mbrojtjen e krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Unë nuk po tham që po duhet mi përkro, duhet me fol, duhet me kërku drejtësi për to. Jo me ndërhy. Drejtësi, po me kërku. Mi financu njerëz, mi financu avokat, jo mi andol buxhetin avokatëve. Qysh ka ndodhur? Ka ndodhur, e dini ju gazetarët mirë shumë, i kanë reduktu avokat duke thonë që nuk ka Kosova buxhet, ata nuk janë të akuzu atje si individ, por janë të akuzu si ushtar dhe krerë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ata do ta fitojnë edhe këtë betejë, qysh e kanë fitu luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Kjo është betejë e fundit për lirinë e Kosovës, që ata janë duke mbrojt që po akuzuan pa drejtësisht në Hagë. Atje. Edhe këtë betejë do ta fitojnë. Po, edhe zotëri Ote Prandi, ju jeni bashkë fshatari Hashim Thaçi. A e keni njoftë Hashim Thaçi me herët si ka qenë kështu edhe? Po, ju thash ma herët, Hashim Thaçi u kon i harreshëm dhe i kapshëm për gjithë. Edhe kur ka qenë president, rrugës, kur i ka taku bashkëtarët e vetë, edhe fëmijën unali ka përshëndet rrugës. Ka qenë i mirë për gjithë. Fshati Burujnën ka qenë si student i organizuar, nuk mbohet mend që dikush ka pas, fshati Burujnën është fshat bukuri madh, para lufte kanë qenë 360 shtëpi. Prej që është si student, thotë që nuk kalon asnjë njeri me pas të lashe ose probleme në vetin atë fshat. Nuk mbohet men që dikush ka bon probleme në fshatin tu në veti. Sepse thotë që ka qenë aktiv gjithë. Thotë që i ka... Si e keni përjetu ju realisht kur u përfshi Thaçin në UÇK, pastaj si organizut ashtu si fshat? Po ne si student e kemi përkrah Thaçin kur i ka u kon kryetari i unionëve të studentëve, pastaj thotë që pas përfundimit, pa përfundu studimet, u mirë organizu me bashkëluftëtarë si që formena më herët, dhe ishte një ndër themelues të parë të ushtrisë shërimtare të Kosovës me krerët komandant Adem Jasharin, komandant Zahir Pajazitin, Luan Haradinin, Agim Ramadanin, Sali Qekun, Abedin Regjen, Ilyas Kodren, Femi Ladrovcin, e shumë bashkëluftëtarë tjerë që tash janë dëshmorë të kombit. Pas ati rasti, ishte Rambojeja, një... Se pritet realisht ju si bashkëftarët e ti një figurë, thot që u bëve të figurë e bisedimeve në Ramboje. Po thot që ishte pres politik i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe ai veç ishte në politik. Por zgjuarësia e tij e boni që këtë bota të na u kthehet në përkraje dhe erdhi pavarësia e Kosovës. Po. Zotri Zeneli, për juve, ju keni qenë gjithashtu, keni përmendur që keni qenë bashkëluftari i Zahir Pajazitit e disa
pjesëtarëve të tjerë dëshmorëve tashmë. Po, si ishte atëherë komunikimi dhe si shkonte përgjithsisht kjo diskutimi, nëse mund të rikthehemi kështu për fund bisedës, veç me kujtu pak, si ka qenë atëherë ajo pjesë? Ajo pjesë ka qenë... So ka qenë e vështirë? Shumë ka qenë e vështirë. Përbesë, sot kur ndalim edhe mendoj ka njerë, më duket shumë e pamundur qysh kemi mujt na me rezistua asaj kohë, qysh kemi mujt na me bëhat luft. Shumë ka qenë zërë. Pastaj kanë mbretëru kushtet e këqia, e përmeni kë shoku Hashimin pak ma herët se ka vepru, ka me studente, me fshatare, me gjithkune dhe erdhe dhe terit edhe të shpallja pavarësisë Kosovës, Kenra Mboje. Njeriu shumë ka dhonë për këtë vend, por mjeresht politika sot s'po e da. Nuk e di për çka. A menon që nështë ka qenë gabim si pasysh përfshirja e tij në politikë? E thoqet? Ja. Ajo, mirë? Ja, është shumë mirë. Është shumë mirë, po dyqysh s'po muj me gjetë arsyen, unë shpesh mendoj pse kjo figurë ka që madhe historike me u marrë në për gojat qytetarëve, me u qujtë qëshërë dhe u qujtë tradhtarë, u qujtë kështu. Valla nësë po me marrë me menë qëto sene. Pe një njeri, pe një figurë që veç një rast për të regaj, para prakisht këtë djali foli edhe s'kam qka foli. Unë kam qka foli sa dush, po marrë kohë. Hashimi ka kaç milion, Hashimi ka mbroj që këto. Unë personalisht bashkë me Dibran Fyllin nëse një ki rast me njoftë. Dhe me dhe shok të tjerë. Special kam shku prej këtuhit me pa qka ka Hashimi mbroj. Edhe. Me sytë e mi e pash që e kesh një shtëpi, edhe asaj shtëpije ja kesh bo një salon me prit, sa është president, me i prit mësafert. Mere me men, kaq propaganda modhe që është zhvillu ndaj ti, pasha besën, po më dhimet shpirtin, po më dham shpirti, po më dham. Jo veç për Hashimin, po më dham shpirti për të tonë. Mirë, po këto figura na do të me i rujt, këto figura nuk do të na me lujt, që shpëthojnë Napoleon Gugez, pasha besën nuk o mirë. Këto figura do të me ndihmu, do të me ndihmu familjet e tyne, do të me thonë maksimumin për ta. Mu vjen keq që për linë në rrëth Hashimi krejt, po se unë i kam shok krejt e kam edhe calin atje që shpirtin ma kallë. Se u dënu pa drejtësisht, dënim shumë i ranë. Dhe kam edhe regjën atje, kam Jakupin, pa ka njëri ma i mirë se Baci Jakup. Edhe në të nathujnë një fjallë me helem për varë. Baci Jakup, të tonë, të djenë, pa drejtësisht, po mohon atje, fulli dhe marët për shpinë e verdhe, të gjitha dullin të kamuflura dhe të gjitha i qitën poshtë, vetë qita evropianë. Ta shune nuk shoh edhe arsye, ata me qëndru atje. Asë një arsye të vetë me nuk e shoh, sepse unë nuk e di a lejan a i legjas lejan, por, dhe më thonë, edhe na kemi këto, nëse është nevoja edhe mi këty këto, në vend vetë. Unë e kërkoj, unë e biktuit, unë e veç po kërkoj që të bëhet lirimi i tyne deri në gjykim. S'po shoh arsye ata me nejt mbyll atje mu maltretu familjet e me dhonë shteti me hargjue, apo kupton se krejti janë këto rrethona që
që na bojnë të gjithëve nervoz që orientojnë shtetin e Kosovës. Domethënë ata janë atje, këtë shteti është i bëm nervoz. Po. Përbesh edhe gruaja kanë erë më drejtohet Hasan, çka u bë, çfarë po bëhet me ta, çish bre speshojmë, pse speshojmë, domethënë edhe gruaja është e brengosur edhe fëmijët edhe për ne si bashkëluftëtar, për ne si invalid luftës dhe si veteran të luftës, sa të ka këso padrejtësia ndaj krerëve tonë, një farë formë është liria e cënume, liria e burgosur e unë, sepse duke ditur gjitha ta kontribut që i kanë dhonë ata krerë që janë atje, e ta shtimojnë në rhekura, në grilla, pa fajshëm, është shumë e ronë për neve. Me të thonë drejtën, dje tonë ditën nuk kam qenë mirë, sepse unë e di që edhe tu ka Kosovës u gëzu që ishte presidenti fizikisht në Kosovë. Mirë po, nuk e nisha veten mirë kur i shisha gjitha ta sigurim që këshërshin me turpnu, që delshin ju kërcenëshin doktorve, ja u bajshin me gisht, sepse ishte kështu, është kërcenim. I kërcenëshin edhe doktorët, pse e përshëndeten Hashim Thaçi. Unë mendoj, më falë, unë ato është si normale, por o dasht pak me dëru se është vizit, edhe është vizit të prindi, se është si normale se ato janë mosat sigurisë edhe për vetë presidentin, janë mosat sigurisë edhe për vetë presidentin, edhe për vetë hetuesin atje. Do më thonë nuk lejohen komunikimet me të tjeret, as përshëndetja, nuk lejohet, por në këtë rast nuk është dasht me bo, unë e quj këto skandal, nuk është dasht me acenu doktorit, sa ka të bëj doktori me, ai nuk është, as nuk është i përbashkët në akuzë, as nuk është, do më thonë, polio që ngrehe pa di ndaj ti, ajo është doktor, do më thonë, edhe mjekut ju ka cenu ajo e drejt, me u përqafu, ose me u përshëndet, ose me te. Është diçka që s'ka dasht me ndodhë, gjykata e ka bo këto, na po kërkojmë që po lutemi që ata të vinë sa ma shpejt në familjet e tyre, deri sa të përfundon gjykimi, aty tani e shofim, aty tani të gjithë jemi bashkë me ta, dhe kështu. Ne po flasë si një pjesëtari luftës ushtrisë të Kosovës, nuk po kërkojmë asë mëshirë, asë një gjon tjetër. Na po kërkojmë drejtësi, sepse që gati 5 vite për i bojnë burg, po shije që gjithë shka aty në gjykatë është pa drejtësi, jo drejtësi. E gjithë buta e din që ushtria shqiptare e Kosovës është e pastër si luti. E gjithë, po të mos ishte ushtria shqiptare e Kosovës e pastër, nuk do kishte ndërhy me na ndihmu NATO për me luftu Serbinë. Ne nuk shkuam në Serbi të vrasim civil atje, por ata erdhen në për shtëpia tona, na i kallën shtëpiat, na i vretën edhe plesht mbi më që i kishën 100 vjetë. Une i përkas zonës të parë Drenicës atje, veç në masakrën i Zbicës i kanë vra 148 civil të pa fajshëm, duke përfshi edhe fëmijë 6 muajsh. Pra ndaj, bota u organizu normal me ndihmen e politike të krerëve tanë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe në ndihmuan për të dëbu Serbinë kriminele nga këtu. Veç për fund, rrëdhëzjen kitë në fund. Para një viti, kemi qenë dhe i kemi vizitu të gjitha ato vërreza të marterve në Drenicë. Dhe aty kemi po njerëz të moshës, si që përmendi Artani. Më falë,
Gjyshën time 99 vjetë ma kanë masakru. Gjyshën time. 99 vjetë. 108 vjetë është personi, 108 vjetë i moshuar, i vrarë. Me datën sot, do të thotë 108 vjetë, që është i vrarë. Edhe fëmija 6 muaj të familja Delije. Kemi po fëmi 8 vjetë, 7 vjetë, 11 vjetë, krejt në moshë e re, fëmija që s'ka mujtë me ju largu luftës. Edhe tash qka? Qeveria Kosovës, qeveria aktuale, Albin Kurtit, duhet me urgjencë me ngrej zonën dhe me kërku komision posaçëm ndërkombëtar me ardhmë Kosovë, edhe njëherë. Që shi kam pa unë, me i pa edhe ata fëmi, ata pleqë të vrarë. Aty asë një mosh 30 vjeqare që është për ushtri, 20 vjeqare nuk ke, por ke krejt mosha. Treja, fëmi, gra, ke, thash, 108 vjetë njeriun, mos t'jemi na, që shpo na shpallë Serbia, neve na ka shpallë shtet terrorist na shpallë, ja na qunë që ashtu. Ajo vetën e mshef për terrorizmin që ka kryer ndaj popullit Kosovës që në vitin 1998-99. Ka kryer vepra kriminale, terrorizëm ndaj Kosovë, që edhe moti, po tash kohën e fundit, i ka dhonë ka pak. Edhe nuk kam dyshime që edhe zotri Hoti, edhe ju zotri Zeneli e keni qenë dëshmitar këtyre situatave, po që besoj që edhe kësaj çështje gjykatës speciale gjitha këty do t'jepet një epilog, do t'kemi edhe krerët tonë këtu, po për këto ne do diskutojmë sërish, do të flasim edhe me zotrin Hoti, edhe me zotrin Zeneli.